Mariam Rajavi paraqet një vizion për një Iran të lirë dhe demokratik. Ky është plani me 10 pika për të ardhmen. Së pari, kutia e votimit është kriteri i vetëm për legjitimitetin. Ne mbështesim liritë individuale, lirinë e partive dhe të drejtën për tubim paqësor. Ne advokojmë për heqjen e dënimit me vdekje dhe tranzicionin drejt një sistemi drejtësie më human. Ndarja e fesë nga shteti siguron një qeverisje neutrale dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë. Barazia e plot gjinore është një shtyllë themelore e shoqërisë sonë. Një sistem ligjor modern i bazuar në shtetin e së drejtës dhe drejtësinë për çdo qytetar. Të drejtat universale të njerëzit dhe çrënjosja e të gjitha formave të diskriminimit. Njohja e pronës private dhe tregu i lirë për të nxitur rritjen ekonomike. Një politike jashtme e ndërtuar mbi bashkëjetesën paqësore dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Dhe një Iran jo bërthamor, i përkushtuar ndaj paqes dhe energjisë së qëndrueshme. Së bashku, ne mund të ndërtojmë një të ardhme demokratike për Iranin.